Ndryshimi i madh. 3 shenja që do kenë një fillim maji të jashtëzakonshëm. Ka momente kur gjithçka ndryshon pa paralajmërim dhe fillimi i majit është një prej tyre. Nuk është një energji që prek të gjithë njësoj, disa shenja janë zgjedhur për të hyrë në një fazë krejt tjetër, një fazë ku gjërat fillojnë të lëvizin më shpejt, më fort dhe më qartë. Mundësi që nuk ishin aty më parë, përgjigje që vijnë pa pritur dhe një ndjesje e fortë që diçka e madhe po afrohet. Nëse je një nga këto 3 shenja, ky është momenti që nuk duhet ta humbasësh. Luani. Fillimi i majit sjell për ty një energji që nuk e ke ndjerë prej kohësh, një ndjesje e fuqishme që gjërat po lëvizin në favorin tënd. Një situatë që dukej e bllokuar mund të hapet pa pritur dhe të jap një mundësi që do të kërkojë reagim të menjëhershëm. Në punë, një zhvillim i shpejt mund të vendosë në një pozicion ku duhet të tregosh vlerën tënde pa hezitim. Në marrëdhënie, një moment i vetëm mund të ndryshojë mënyrën si dikush të sheh. Nuk është koha për të qenë i rezervuar. Është një fazë ku duhet të dalësh përpara dhe të marrësh atë që të takon. Nëse vepron me besim dhe pa frikë, mund të krijosh një ndryshim që do të ndikojë në mënyrë të drejtpërdrejtë në jetën tënde. Akrepi. Një ndryshim i thellë po fillon të formohet dhe këtë herë nuk është diçka që mund ta kontrollosh si zakonisht. Një situatë që ka qenë e fshehur mund të dalë në sipërfaqe dhe të jap një qartësi që nuk e kishe më parë. Në punë, një zhvillim i papritur mund të jap një avantazh të fortë nëse e kupton menjëherë drejtimin. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të zbulojë ndjenja që kanë qenë të fshehura. Nuk është koha për të mbajtur gjërat brenda. Është një fazë ku duhet të përballesh me realitetin dhe të marrësh kontrollin. Nëse e përqafon këtë ndryshim pa frikë, mund të transformosh një situatë në diçka shumë më të madhe. Ujori. Një ide që ke pasur mund të fillojë të marrë formë në mënyrë të papritur dhe kjo mund të çojë drejt një drejtimi që nuk e kishe menduar më parë. Një situatë që dukej e paqartë mund të bëhet më e qartë brenda një kohe shumë të shkurtër. Në punë, një mundësi e re mund të vijë në mënyrë të papritur dhe do të kërkojë që të jesh gati për të vepruar menjëherë. Në marrëdhënie, një moment i vogël mund të jap një këndvështrim të ri për një person. Nuk është koha për të qëndruar në të njëjtin vend. Është një fazë ku duhet të eksperimentosh dhe të ndjekësh atë që ndjen. Nëse e lejon veten të dalë nga rutina, mund të krijosh një ndryshim që do të çojë drejt diçkaje shumë më të madhe. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën ndryshimin nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.